Bordi i Paqes është një organizatë e re ndërkombëtare e shpallur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, si pjesë e një nisme amerikane të udhëhequr për vendosjen e paqes me fokus fillestar konfliktin në rripin e Gazas dhe më pas zgjerimin e tij në kriza të tjera globale. Bordi i Paqes do të funksionojë si një organ ndërkombëtar mbikëqyrës, i cili do të ketë rol aktiv në administrimin tranzitor të Gazës. Ky organ do të mbikëqyrë një administratë teknokrate palestineze për një periudhë kalimtare. Presidenti Trump ka deklaruar se ai vetë do të jetë kryetari i Bordit të Paqes, duke e cilësuar atë si bordin më mbreslënës dhe më me ndikim të krijuar ndonjëherë. Organizata do të ketë rol vendimarrës dhe jo vetëm këshillimor. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se antarët të Bordit të Paqes janë figura të larta politike dhe ndërkombëtare, si sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i dërguari special i Trump Steve Witkoff, ish kryeministri britanik Tony Blair, Jared Kushner dhe ëndri i presidentit Trump, si edhe figura nga bota financiare dhe institucionale, përfshirë presidentin e Bankës Botërore, Aya Banga.